Që kam paralajmëru ditë pas dite në çdo video që kemi bë bashk këtu në këtë kanal YouTube. Prandaj edhe u kam thënë ndiqeni kanalin të arrisim bashk, se disa të vërteta dhe disa analiza nuk i gjini në për kanalet e tjera sepse janë propagandë gjallë. Ky është kanal pa interesa. Dhe ja ku jemi sot, aty ku ju thash, Edi Rama ka bë masakër në qeveri. E kisha një video këtu në kanal prapë, e kisha sot ditën, që thash dhe ka marru Belinda Balluku, dhe tani në dark informacionet janë që e ka shkarku Belinda Ballukun. Po më interesantja është se i ka pre kokën Elisa Spiropalit. Pse? Sepse, si që kam shkruajtur edhe në për rrjetet sociale në Facebook apo në për komentet ndryshme, ai është paranojak, e ka zënë paranoja. Kërkoni video për të vërtetuar këtë që po them, që e kam thënë edhe më parë. E ka zënë paranoja se Elisa po krijon lidhje të shkurtra me ndërkombëtarët për ta zëvendësuar. Edhe çka ka bë pa asnjë shkak të dukshëm, nuk ka asnjë shkak të dukshëm, e ka shkarkuar sot Elisa Spiropalin dhe ka emëruar, pra është diskutuar në Ledhje që do shkarkojnë Elisën edhe do emërojnë Ferit Hoxhën. Një rob që ka gjithë jetën që rrinë për këto ambasadat e Shqipërisë në OKB në nga është ai. Edi Rama është i mbaruar, do vetëm një të shtyr, tani duhet ta kuptojnë edhe vetë socialistët, duhet ta kuptojnë edhe vetë mbështetësit e Belinda Ballukut, duhet ta kuptojnë mbështetësit e Elisa Spiropalit, që ky mbret lakuriq duhet t'u tregohet të gjithëve që është lakuriq. Pra ky është një sëmur, një njeri i korruptuar që përpiqet të pres koka për të shpëtuar kokën e tij. Iku Balluku, iku Elisa Spiropali, ka heqë edhe një dy njerëz të Ballukut që përfliteshin si zara të asaj. Kur e diskutuam një ditë e para, e kam pas bë edhe një shkrim në Facebook që thash ky po ja emron, se emrohej një drejtor ka KBN-ja, emrohej një drejtor këtu, një drejtor aty, dhe të gjithë thonën që ky po e fuqizon Ballukut, se janë gjithë këta të emëruarit janë zarat Ballukut. Ishte duke e vënë në gjumë Ballukun. Nesër e tutje, kur të zyrtarizojnë ndryshimet në qeveri, keni për të parë që me një të rënd lapsit i shkri të gjithë njerëzit e Ballukut, dhe historia e Belinda Ballukut mbyllet si historia e Beqir Ballukut, por fatmirësisht ajo është gjallë, e them këtë fatmirësisht është gjallë. Inshallah ka ik për të mirën e vet, se me që s'ka qenë dhe mbledhje sot, inshallah ma ka dëgjuar dhe ato këshillën dhe të ketë ik fare, sepse ky nuk ka më rrugë shpëtimi tjetër. Ky nuk ka më njerëz për të dhënë, s'ka kë jep më. Pra gjithë njerëzit i ka dhënë, gjithë besnikët e vet i ka dhënë, i ka përdor, i ka shtryll, i ka hedhë si limona, tani i ka ardhur radha atij. Shqiptarët duhet që t'i japin dërmën e fundit e Edi Ramës. Ditën e shtunë le të dalin në protest, mos u merrni, ju kam thënë edhe një herë, mos u merrni fare, vetëm çojeni një herë Shqipërinë në zgjedhje të lira dhe të ndershme, pastaj jepni ani votën kujt doni. Mos ore ndaç jepni Berishës, ndaç mos ja jepni Berishës, por është detyrë patriotike, detyrë kombëtare që Partia Socialiste të shpëtojnë nga ky mafioz dhe Shqipëria të shpëtojnë nga ky kleptokrat i sëmur, nga ky njeri i korruptuar në përmasa të frikshme dhe në lidhje me krimin e organizuar vendor dhe ndërkombëtar. Elisa, më vjen shumë keq. Belinda, të thash, inshallah ma ke ngju këshillën të kesh ik. Ju që shihni videon, ju bëj lutje edhe një herë, ndiqeni kanalin, përhapeni ke njerëzit e tuaj, që njihni, të arrisim së bashku, se nuk do të gjeni këtu, përveç se këtu nuk do të gjeni parashikime të tjera të sakta, të sinqerta, jo se unë jam i mençur, por sepse unë jam pa interesa. Nuk kam interesa, është idiotësia ajo që thonë këta se kujtojnë se i shërbej opozitës, unë i shërbej vetëm të vërtetës. Në rastet kur e vërteta është në krahun e opozitës, nuk është faji im. Në rastet kur e vërteta s'është në krahun e opozitës, do ta them. Kështu që ciao Bela.